Duke filluar nga lëvizjet civile, partitë politike, pushteti, korporatat, grupet e tjera angazhohen në përpjekje aktive për të diktuar rrëfimet e medias. Kjo bëhet për të kthyer informacionet që mediat përpunojnë dhe publikojnë në favor të tyre. Pyetja e vërtetë është sa arrin qendrat e pushtetit të sundojnë mediat. Aty ku shteti ka kontroll të konsiderueshëm të medias, tundimi i sundimtarëve që të abuzojnë me këtë pushtet për qëllimet e tyre është shumë i madh. Politikanët do të përdorin ndikimin e tyre mbi mediat për të manipuluar informacionin që del në publik, duke u shërbyer interesave të tyre private në kurrizë të shoqërisë. Sunduesit që janë marrë me lidhjen ndërmjet manipulimeve në media dhe ekonomisë së atij vendi tregojnë se aty ku qeveria zotëron mediat, qytetarët janë më të varfër, vdesin më të rinj, kanë vdekshmëri më të lartë të foshnjave, më pak qasje në kanalizime, ka më shumë korrupsion dhe tregje më pak të zhvilluara. Si funksionon manipulimi publik? Mediat e që sundohen nga pushteti dhe qeveria janë të lidhura në një rreth vicios të manipulimit të ndërsjellë, krijimit të miteve dhe vet interesit. Gazetarët kanë nevojë për krizat për të dramatizuar lajmet, dhe zyrtarët e qeverisë kanë nevojë të shfaqen për t'u përgjigjur këtyre krizave. Shumë shpesh krizat nuk janë krizë reale, por trillime të përbashkëta. Mediat e varura dhe qeveria kanë krijuar një rreth veprimi që u shërben interesave të tyre, por shpesh jo atij të publikut. Zyrtarët synojnë të shfrytëzojnë nevojat e medias për dramë duke fabrikuar kriza dhe duke menaxhuar rezultatet e tyre. Shpesh fokusin e marrin zhvillime argëtuese duke zbehur interesimin për çështje më komplekse, më të pakapshme, por gjithsesi më të rëndësishme. Rritja e televizionit ka arritur kërkesën për dramë në lajme, por viteve të fundit pasqyra ka ndryshuar dukshëm. Një studim i realizuar në 9 vendet ka zbuluar përdorim të gjerë të mediave sociale për të promovuar gënjeshtra, dezinformata dhe propagandë nga qeveritë dhe individ të caktuar. Njoftoi së fundmi prestigjiozi The Guardian. Duke u bazuar në këtë studim të Universitetit të Oxfordit, gazeta shkruan se propaganda në mediat sociale po përgatit për të manipuluar opinionin publik në mbar botën. Pjesë e projektit humbtues për këtë studim ishin 9 shtete të mëdha dhe të rëndësishme, duke filluar nga Brazili, Kanadaja, Kina, Gjermania, Polonia, Ukraina, Zvicra e tjerë. Pavarësisht gjendjes së krijuar dekadave të fundit me përdorimin masiv të rrjeteve sociale për manipulim dhe në disa vende të tjera me demokraci më të zhvilluar, situata mund të mos jetë ashtu me mediat tradicionale. Maqedonia, në dekadën e fundit, ka pasur një përvojë jo të mirë zhvillimin në fushën e medias. Ekspertët vendas në vazhdimsi kanë kritikuar gjendjen, kurse Freedom House e ka cilësuar vendin me liri të pjesshme dhe, më vonë, me media jo të lira. Gjendja arriti nivel alarmant në kulmin e krizës politike në vitin 2015 dhe 2016. Isto така имаме сериозни клиентелистички връзки помеѓу собствениците, дел на собствениците на медиумите и политичките врхушки, посебно оние кои што се на власт. И во таква состојба, кога немаме вести и немаме информации, го немаме граѓанинот и јавниот интерес во вестите, тука имаме политичката и партиската агенда на одредени лидери кои што кажуваат што треба да оди прво и што е вест на денот. Не може да бидете слободна држава кога се работи за медиумите. Gazetarët në Maqedoni burgosen, rahen, përgjohen, etiketohen dhe diskreditohen me të vetmin qëllim që të sprapsen të mos flasin për keq përdorimet e pushtetit. Mediat për shkak të lidhjeve korruptive me pushtetin janë shndruar në makineri propagande për të mashtruar qytetarët. Vlerësimi i Freedom House u përmirësua në pranverë të vitit të kaluar ku u theksua se është bërë një farë progresi përfshirë edhe në fushën e mediave. Demokracia e zhvilluar siguron një liri më të madhe të shprehjes dhe raportimet e mediave janë më reale. Aty ku media është në pronësi private dhe e pavarur, ku media është e lirë, përmirëson reagimin e qeverisë ndaj votuesve. Në demokraci, prania e mediave të pavarura vetëm rrit ndërgjegjësimin e votuesve për çështje të rëndësishme të politikave të pushtetit, por gjithashtu siguron atyre informacion të saktë rreth sjelljes së politikanëve. Kjo mundson votuesve që të monitorojnë politikanët të cilët në këtë mënyrë bëhen më të përgjegjshëm ndaj publikut.